Përfundimi i gjysmëvjetorit të parë ka qenë një periudhë stresuese dhe shumë e lodhshme për gjithë. Nxënësit ndihen të rënduar nga ngarkesa, nga detyrat e grumbulluara, nga testet. Shumë prej tyre përjetojnë ankth dhe shqetësim jo vetëm për notat, por edhe për pritjet që ndjejnë nga të rriturit, sidomos nga prindërit. Ndërkohë, mësuesit përballen me përgjegjësi shumë të mëdha. Jo vetëm simdhënia, por edhe të notojnë drejt, të përmbushin kritere, të menaxhojnë stresin e tyre, duke përpjekur të jenë të drejtë me secilin nxënës. Prindërit nga ana tjetër natyrshin presin rezultate dhe kërkojnë përparim të menjëhershëm për fëmijët e tyre. Prandaj përfundimi i gjysmëvjetorit të parë apo periudhës së parë, vlerësimi i nxënësve ishte situatë shumë stresuese për gjithë. Prandaj u drejtojmë si pedagoge, le ta fillojmë gjysmëvjetorin e dytë me organizim dhe kujdes që nga fillimi. Mos t'i lëmë të gjitha detyrat dhe testet për në fund, sepse nxënësit vlerësohen çdo ditë. Angazhimi dhe përpjekja e tyre, një hap i vogël, një përpjekje e vogël, ka më shumë vlerë se çdo stres i madh në momentin e notimit. Kur punojmë me rregull dhe gradualisht, nxënësit mësojnë, më lehtë ndihen të mbështetur dhe kanë mundësi të përparojnë pa stres të panevojshëm. Prindër, kam një lutje për ju. Kur mos i krahasoni fëmijët e juaj me dikë tjetër. Çdo fëmijë është i veçantë, secili ka aftësitë e veta. Notat nuk janë gjithçka, e ardhmja nuk matet vetëm nga numrat. Nëse një fëmijë nuk shkëlqen në lënd, ai mund të jetë i talentuar në sport, në këndim, në art apo në fushat e tjera. Pra, mbështetja juaj, durimi dhe pranimi janë më të fuqishme se çdo krahasim. Kështu fëmijët do të rriten me motiv dhe vetbesim. Nxënës të dashur, ju mund të mësoni me qetësi dhe të përparoni kur keni mbështetje dhe mirëkuptim. Por kam një mesazh për ju. Përkushtoni që sot, sepse ju jeni e ardhmja jonë, ardhmja e vendit tonë. Ju nesër do të jeni udhëheqës, mjekues, mbrojtës të vendit, mësues dhe profesionist të përgjithshëm. Shteti një ditë do të jetë në duart e juaja dhe që atëherë të jeni të suksesshëm, angazhohuni që sot. Dhe mos harroni se këshillat e prindërve dhe mësimdhënësve nuk janë kundër jush. Ato janë për ju, për të mirën e juaj dhe për të ardhmen e juaj. Dhe patjetër që do t'ju shërbejnë një ditë. Mësimdhënës, kujdesi dhe përkushtimi juaj bëjnë ndryshimin më të madh. Jo të gjithë nxënësit vinë nga familje që mirëkuptohen apo trajtohen siç duhet. Bashkëpunimi mes prindërve, mësimdhënësve dhe fëmijëve është çelësi i suksesit, jo vetëm në nota, por edhe në mirëqenien e tyre. Le ta bëjmë këtë gjysmëvjetor më të qetë, më të organizuar dhe më të suksesshëm për gjithë, sepse arsimimi është rritje, është mirëqenie për secilin fëmijë.